Zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Republikës së Kosovës, 28 dhjetor 2025. KQZ mundson regjistrimin për votim jashtë Kosovës për të gjithë shtetasit që jetojnë jashtë vendit. Periudha e regjistrimit për votim jashtë Kosovës, 26 nëntor 6 dhjetor 2025. Për të regjistruar hyni në platformën elektronike diaspora.kqz.ks.org. Pasi të hyni në platformë, klikoni butonin Regjistrohu. Plotësoni të dhënat tuaja personale. Numrin personal i cili gjendet në dokumentet identifikuese të Kosovës. Datën, muajin dhe vitin e lindjes. Klikoni Kërko. Pastaj u shfaqet faqja për verifikimin e identitetit dhe email adresës suaj. Bëni një fotografi ku shihet qartë fytyra juaj. Shkruani email adresën personale sakt. Rishkruani emailin për konfirmim. Klikoni dërgo kodin për verifikim. Në email adresë do të pranoni kodin për verifikim. Shkruani kodin që keni pranuar në emailin e dhënë. Klikoni verifiko kodin. Pas verifikimit ju duhet të plotësoni të dhënat e adresës jashtë Kosovës. Shënoni qytetin ku jetoni dhe zgjedhni shtetin ku jetoni. Shënoni adresin e plotë të banimit jashtë Kosovës dhe kodin postar. Shkruani numrin personal të telefonit. Zgjidhni mënyrën e votimit, fizikisht në përfaqësi diplomatike të Republikës së Kosovës, përmes postës në kutinë postare të hapura nga KQZ-ja jashtë Kosovës, përmes postës në kutinë postare të KQZ-s në Kosovë. Nëse keni zgjedhur për të votuar fizikisht në përfaqësi diplomatike të Republikës së Kosovës, ju duhet të zgjedhni përfaqësinë diplomatike të cilën e keni afër vendit ku jetoni. Ngarkoni dokumentet e nevojshme për regjistrim. Fotografoni njërin nga dokumentet e lëshuara nga Republika e Kosovës, letërnjoftimin, pasaportën ose patent shoferin. Dokumenti pranohet edhe nëse është me afat të skaduar. Fotografoni fytyrën tuaj duke mbajtur në dorë dokumentin identifikues të Kosovës. Fotografoni një dokument që dëshmon adresën jashtë Kosovës. Për shembull, dokument identifikues në të cilën është shënuar adresa e banimit, vërtetimi i adresës nga autoriteti lokal, kontratë e qiras, faturë shërbimesh, dokument i lëshuar nga banka apo kompania e sigurimit, dokument që dëshmon adresën e personit tek i cili qëndrojnë përkohësisht, dëshmi tjetër banimi për rastet specifike, rezervim hoteli, konvikti e të tjera. Nëse adresa e banimit gjendet brapa dokumentit identifikues, fotografo pjesën brapa dokumentit. Adresa e deklaruar e banimit jashtë Kosovës, rruga dhe numri i shtëpisë, apartamentit, kodi postar, qyteti dhe shteti. Duhet të përputhet saktë me adresën e dokumentin e ngarkuar. Kontrolloni të dhënat e plotësuara. Pranoni kushtet e aplikimit. Klikoni Apliko. Aplikacioni do të dërgohet për shqyrtim në KQZ dhe përmes emailit do të njoftoheni për statusin e aplikimit.